Më 6 nëntor të vitit 1994, vetëm 2 vite pas fitores së pushtetit, presidenti Sali Berisha dhe qeveria e Partisë Demokratike dështuan të siguronin votën popullore për të pasur një kushtetut që i përshtatej zhvillimeve të reja politike në vend. Edhe pse ky ishte referendumi i parë kombëtar në historinë e Shqipërisë së pavarur, edhe pse 2 vite më parë shqiptarët kishin votuar masivisht ardhje në pushtet të demokratëve, 2 vite më pas ata e refuzuan projektin e tyre. Në kuvendin e parë post-komunist të vitit 1991, partitë politike kishin miratuar një paket jo përfundimtare ligjesh kushtetuese që do të ishin në fuqi deri në miratimin e kushtetutës së re. Në nenin e fundit të këtyre dispozitave thuajse se çdo ndryshim i tyre bëhej me 2/3 e votave të kuvendit. Po kështu edhe kushtetuta e re duhet të miratojë sipas së njëjtës formulë. Por ndërkohë majoranca ishte përçar, një numër deputetësh ishin larguar në parti të tjera dhe nuk i kishte 2/3 e votave për kushtetutën e re. Një mënyrë tjetër për të bërë me kushtetut ishte referendumi popullor. Por në këtë kohë, ende nuk ishte ndonjë ligj për referendumet. Për të shkuar përpara në këtë ndërmarrje, më 6 tetor 1994, presidenti i Republikës Sali Berisha e propozon me gojën e vet në kuvend ligji numër 7866 për referendumet. Ligji u votua me procedurë të përshpejtuar dhe pa deputetët e opozitës që bojkotuan kuvendin në shenjë proteste. Ligji u dekretua nga presidenti Sali Berisha më 11 tetor dhe po gjatë asaj dite u shpall edhe data e referendumit që do të ishte vetëm 3 javë e gjysmë më pas, më 6 nëntor 1994. Koha ishte aq e shkurtër sa që askush nuk e mori mundimin të ndërmerrte një fushat njohjeje dhe diskutimesh në popull të përmbajtjes së kushtetutës së re. Përballë faktit të kryer, opozita bëri ankesë në gjykatën kushtetuese, por gjykata e shtyu shqyrtimin përtej datës së caktuar të referendumit. Vendimi detyroi disa gjykatës të saj të jepnin tërheqjen në mënyrë demonstrative. Në fakt, logjika e kërkonte që në këtë periudhë kohore vendi ta kishte kushtetutën e re, por mundësia e një bashkëpunimi pozit-opozit ishte shkatëruar për shkak të burgosjes së liderit socialist Fatos Nano në akuzën pak të besueshme të korrupsionit. Ishte një periudhë kur qeverisja e Partisë Demokratike kishte bërë disa lëvizje me impakt negativ në popull. Ajo i kishte dhënë jetë ligjit 24 fraksion 1 që ndryshonte kodin e punës, duke i hapur rrugën largimit nga puna të mira nënpunësve me akuzën se i kishin shërbyer regjimit komunist. Ndërkohë shqiptarët nuk po shihnin ndonjë ndryshim të mirëqenies pas ardhjes në pushtet të Partisë Demokratike. Ndihmat e premtuara nga jashtë vendit bashkë me çekun e bardhë nuk po mbrinin. Njëkohësisht ekonomia po binte në kolaps të plot. Ndërmarrjet shtetërore po mbylleshin. Ekonomia e trashëguar nga sistemi komunist po vuante pasojat e terapisë shok. Domethënë, po vidhej e shkatroi sikur të ishte armikut. Krerët e Partisë Socialiste, pa pritur një opinion të kryetarit të tyre Fatos Nano, i cili gjendej në burg, vendosën të marrin pjesë në referendum dhe të bënin fushat me qëllim që kushtetuta të mos miratohej. Presidenti Sali Berisha i kushtoi rëndësi dhe impenjim fushatës, sigurisht i ndihmuar edhe nga televizioni shtetëror. Vet Berisha, duke lëvizur me helikopterët e ushtrisë, kryente nga 8 mitingje çdo ditë, duke shkelur vendin pëllëm për pëllëmb. Populli bombardohet me kronika të gjata televizive që tregonin njerëz të lumtur që merrnin në duar aktin themelor të shtetit, që vetë presidenti Berisha u dorëzonte si dhuratë të çmuar, ndonjëherë shoqëruar me autograf. Nga ana tjetër, Partia Socialiste realizon një fushat më të përmbajtur, duke injektuar informacione të pavërteta por efikase. Të llojit, Berisha me këtë kushtetut kërkon të bëhet mbret, po ne nuk do të lejojmë e të tjera. Më 6 nëntor të vitit 1994, në votimin për miratimin ose jo të projektit të kushtetutës së re, morën pjesë rreth 1.700.000 shqiptar. 53% votuan kundër kushtetutës dhe vetëm 41.7% votuan pro miratimit. Përfundimisht mund të thuhet se populli votoi kundër kushtetutës jo sepse e njohu përmbajtjen e saj dhe se ajo nuk i pëlqeu. Më 6 nëntor 1994, me anë të votës kundër referendumit, shqiptarët votuan kundër mënyrës së qeverisjes së presidentit Berisha dhe qeverisë së Partisë Demokratike.